kërkoj ndjes për një, sepse tani e kemi linjën në rregull me Shpëtim Zinxhiria nga Athina. Shpëtim, përshëndetje. Përshëndetje juve dhe panelit. Po më Shpëtim se kur flet me Athinën si kur flet me Alaskën. Shiko Shpëtimi, a qëra pa që përdor WhatsApp-in, prandaj, nuk është. Na është mbyllur Skype-i, është mbyllur Skype-i dhe na ka mbyllur robinetin. Shpëtim, si ka ecur procesi i votimit të shqiptarët e diasporës në Greqi, kryesisht edhe në Athinë, dhe ju jeni një nga, jo thjesht një gazetar, por një aktivist i mbrojtjes së drejtave të shqiptarëve aty dhe i organizuar edhe në të gjitha aktivitetet apo dhe organizimet që ka diaspora në Greqi. Por edhe si një gazetar tani veteran i korrespondencës në Greqi me lidhjet tuaja dhe me informacion që jepni në Tiranë dhe në qytetet e tjera. Për hir të vërtetës, diaspora në Greqi ka pjesëmarrjen si asnjëherë tjetër. Ju flas me fakte. Unë jam Shpëtim Zinxhiria, i ngranuar në Parti Socialiste, nga viti 2007, kam qenë zëvendës i kësaj strukture partie. Dhe në ato kohë merrshin pjesë e shumta 10.000 shqiptarë që tonin dhe votonin në Shqipëri. Sot pjesëmarrja është 6 herë më e madhe. Pra, u regjistruan 68.000 dhe janë thyer 55.000 zarfe. 13.000 zarfe nuk janë thyer jo për faj të migrantëve shqiptarë, por për faj të kompanisë së njohur, e cila për mua ka bërë një kasafan. Tani thuaj emrin e kompanisë ose DHL. DHL pra dhe që tjetë kompania e njohur është. DHL nuk është kompani. Po si ka mundësi një kompani kaq po menaxhon para tona, s'du të kemi trup të 10 milion euro mos gaboj. Por ka marrë 2 fishin e lobimit doktorit, është tmerr. Landi, kjo kompani është e njohur në gjithë botën, apo jo? Për të kryer një zarf në Shqipëri më merr 32 euro. Kjo merr 50 euro, më kupton? Edhe puna pa që duhet bërë nga kjo kompani kush ishte? Numri i telefonit. Komunikimi të bëhesh me numër telefoni dhe jo nëpërmjet emaileve dhe mesazheve të gabuara. Ju e dini që regjistrimi i imigrantëve shqiptarë në Greqi është bërë në mënyrë të përcosur, me qendra pika regjistrimesh, me shoqatash, me të gjitha, është bërë me njerëz që njohin kompjuterin. Tu nuk duhet edhe faj emigrantëve. Pa ato zarfe që nuk kanë britur, po fajin e ka kompania. Kjo kompani në rrugë të nënveshme, me forca politike në Shqipëri, që nuk duan të votojnë emigrantët, arritën qëllimin. Kush janë këto forca? Jo, këtu duhet të qëndroj tani me frenadore, tani na shpjegojnë çikte. Si forca politike në Shqipëri që nuk duan të votojnë emigrantët, kush janë? Kush janë? Gjeni ju atje, po ka ndodhur tek ju i nderuar, se kishte ndodhur tek ne ta kishim thënë ne. Unë që flas, kam për reportazhe në Greqi, kam diku problem, mos flas nga shtëpia këtu edhe flas në ajër. Ti je gazetar serioz, prandaj të kam ftuar, Shpëtim. Nuk e vëm dyshim atë, por na e thuaj kush. Po pra, ndjes që nuk kemi ndjekur reportazhet, realisht shumë ndjes, por sepse jo Shpëtimi, sepse të gjesh 10 zarfa, 20 zarfa jashtë pallatit në rrugë. Më kupton? Kjo është Si ku i ke gjetur zarfa jashtë pallatit në rrugë? Jo, janë gjetur nga Shpëtimi. Më kupton? Të hedhura. Në Shpëtimi. Unë dëgjova që kjo kompani, kjo kompani do të alçonte zafin personin në shtëpi. Do ta merrte në telefon 3 herë. Një gjë që nuk u bë. Më kuptoni? Unë nuk jam vetus, nuk jam prokuror. Mundem? Flogerti ka diçka për të... Faleminderit shumë. Dëgjoj, unë kam konsumuar debat me miq, me gazetar, me njerëz partjak dhe pretendohet që problemi nuk e ka kompania, por e kanë partitë politike që kur kanë ndihmuar votuesit e shqiptarët atje, kanë vendosur
për ta kontrolluar votën, kanë vendosur tek unë, Landi dhe Lapardhaja kanë vendosur të njëjtën adresë emaili. Dhe kur është bërë njoftimi nga kompania, në mungesë numrit telefonit dhe vetëm me adresën e emailit, emaili ka shkuar te njëjti email, mund të ketë shkuar në spam që nuk e ka parë dhe ky ka qenë ngërçi. Pra, Floget, unë këtë ju thash, komunikimi duhet të bëhet me telefon, jo me email. Po pra, kur kanë bërë regjistrimin, nuk e kanë vendosur numrin e telefonit. Po jo, është faj, shpëtimi thotë që është faj kompanisë që nuk ka marrë numrin e telefonit, thotë. Faji atëherë me logjikën e shpëtimit i bie faji është i sistemit që është bërë regjistrimi, sistemi PER, që nuk është vendosur si fushë domosdoshme numri i telefonit. Do të thua ai personi që ka ndihmuar emigrantin shqiptar në Greqi, edhe në një ish aty në Cep. Kudo do të vendosë edhe numrin e telefonit. Po vlla, në qoftë se nuk do vendosë numrin e telefonit, KQZ-ja duhet ta bënte te ai PER që ishte aplikacioni që nuk pranohet aplikimi për të votuar. Pra numri duhet ishte domosdoshmëri, emaili duhet ishte dytësor. Nuk jam i sigurt nëse është ky problemi sepse mua kështu ma kanë transmetuar, por golin partit ja kanë bërë vetës në këtë aspekt. Pastaj ka një test tjetër, ja po ta them unë me që shpëtimi nuk e tha, ka një test tjetër që thon, unë nuk e kam të konfirmuar, nuk e besoj, po jap të qëndrimin tim, që shteti grek për të ndihmuar opozitën në Tiranë ka bërë një lloj ndërhyrje tek koncesionarët që ka kontraktuar DHL-ja atje për të bërë shpërndarjen, që procesi i votës diasporës të dështonte. Po ky është sabotim internacional. Po. Është kështu. Është për të marrë të bëjë me këtë proces. Ja, na thot shpëtimi ti vetë ke votuar? Unë nuk kam shkuar në 2-3 pika baslesh ku mbashin zarfet e emigrantëve. Emigranti merrte në telefon kompania i thoshe ka ikur zarfi, por nuk e di ku ka ikur. E kuptojnë çfarë bëhet. Kam bërë intervista. Më kupton, prandaj më shika sa pan. Edhe emigranti ka lënë 3 ditë punën, vetëm për ta verifikuar dhe ka gjetur në pikën e basleve. Ku na ti ka më intervistën para pikës së basleve. Do të thonë ti ndall të njëjtin mendim shpëtim atë që thotë Flogerti si skenari i mundshëm që strukturat e shtetit grek për të mbështetur opozitën kanë ndërhyrë nëpërmjet kompanisë në fjalë për të sabotuar votimin e diasporës? Landi të merr me vesh. Unë nuk thash opozita, unë thash forca të herta që nuk duan të votojnë imigrantët. Jo, kështu tha dhe Flogerti që të mos votojë diaspora, tha Flogerti. Ti më korrekt. Jo, nuk tha, jo po se apo dhe, po tha të dështoj votimi diasporës. Dështimi i procesit pra, dështimi i procesit dhe ai pastaj është tjetër gjë. Dikush që pretendon këtë tezë, mua më tha që kjo është nderi që po i bën Greqia e Mitsotakis doktorit Beleri e komplikoi, po kjo është për te i... Po, por që është sabotimi procesit nga shteti fqinj, kështu pretendohet. Landi, t'jeni sigurt, regjistrimi është bërë në mënyrë të përsosur. Sensibilizimi për votimin e migrantëve është bërë si asnjëherë tjetër këtu në Greqi. Atëherë është kjo e fundit. Atë ti beson kësaj. Do të mund ta thuash edhe një herë, do të thonë se është nuk mund të kaloj me një fjali kjo dhe thjesht kështu. Shpëtim, do të po ta bëj pyetje të drejtë për drejtë dhe ma kthe përgjigjen, do të thonë kështu të qartë. Përse dhe si ka ndodhur kjo që ne i quajmë tashmë defekt në votim, në procesin e votimit të emigrantëve në Greqi, sepse tham në Angli nuk ka të njëjtin problem, në Gjermani nuk ka problem, në Itali nuk ka problem dhe vetëm në Greqi. Një Landi, emigrantët shqiptarë në Greqi janë të emancipuar, janë integruar, nuk janë butollë. Nuk vinë nga Burundi. Bravo. Pra kanë dhe kalamet e tyre që din pak internetin, pak a shumë, pra marrin vesh. Po edhe në qoftë se dikush nuk di, ka një asistent fëmijë. Një gjë tash, nuk bëva ki në botë që 13 imigrantë nuk ka vënë adresën e plotë. Nuk ka vënë numrin e telefonit, nuk ka një shumë e lartë është fakt. Shifra shumë e lartë, shumë drejt shpëtimi. Sepse unë ti vetë ke votuar? Kush? Ti vetë ke votuar? Jo, unë nuk kthej përgjigje për këtë. Do të përgjigje për gjëra të tjera. Jo, nuk thash për kë ke votuar, sa të morën vesh në se ti ishe angazhuar politikisht, po a ke votuar? Landi nuk kthej përgjigje, më dëgjosh shpëtim.
Po nuk është turp të votosh, mo duhet t'japim mesazhin që të votojmë o i nderuar, ç'është kjo histori? Edhe ajo tjetra nga Amerika. Ore, po unë nuk kam frikë. E di, unë ndeshë policinë ngrej duhet për ditë, s'kam frikë nga ajo që them, ja. Unë kam qenë se si pasës tu, nuk kam pse. Po jo mos ka rëndësi kujt ke qenë. Jam i angazhuar. Më ndigjosh shpëtimi. Po flasë si sensibilizimi, është bërë si asnjë tjetër. Emigrantët jetojnë në vend të Bashkimit Evropian. Nuk kanë aq budallënj. Më kuptoj shpëtimi që të knatrohen me gjëra të tilla. Faje kryesori i Beksa e kompania me dashe pa dashe ka bërë kasapan. Këtë mbani vat në vesh dhe verifikojeni këtë që po ju them. Unë jetoj në Greqi 35 vjet, që nga 90-ta. Gjysmë edhe së shtu. E njoh mentalitetin e emigrantit. Emigranti kur thotë nuk votoj. Dhe nuk ka përse të japi adresën e gabuar një emigrant kur regjistrohet në qendrat e pikat e regjistrimit, kur regjistrohen nga fëmijët në kompjutra. Më kupton? Çdo emigrant ka një telefon. Ka një telefon që ditë flasë, ditë të komunikojë. Se emigranti në Greqi nuk është tash nga Burundi që të thash unë ty. Pra kjo është e qëllimshme. Megjithatë, ne diaspora ose emigracioni, se nuk e them diasporën, po emigracioni në shqiptar në Greqi, këtë radhë ka katrifishuar pjesëmarrje në regjistrime. Ju flas me të dhëna. Më kuptoni shpëtimin? Ju duket 68.000, por në 4 vite më pashme, një në 4 vjet, shkoni për votime 10-15.000. Ja regjistruar 68.000. Po sot Athina ishte bosh e diti, kanë iku shqiptarë me makinat e tyre për votuar në Shqipëri dhe pjesëmarrja është më e madhe ajo që pritet nga diaspora shqiptare këtu, në emigracion. Për të jeni të sigurt. Më kuptoj apo jo? Se puna këtu është bërë nga Partia Socialiste për sensibilizim. Ambasada shqiptare me për njoftimet e saja, partitë politike, strukturët e ndryshme, organizatat, shoqatat, pra kanë bërë punën e tyre. Më kuptoni? Jo, shpëtim, shumë e drejtë dhe unë sigurisht falenderoj për gjithë të që ju thatë. Kam një pyetje tjetër. Interesi i partive PDPS, këto dy të mëdha për marrë, ishte i njëjtë me diasporën aty në Greqi apo më lart, më shtuar ishte i Partisë Socialiste? Në gjë tash. Prej vitesh Partia Socialiste ka qenë shumë afër emigracionit. Prej vitesh ka një eksperiencë më të madhe. Kur kishte bërë një xhiro rreth botës sa Flogerti tha, pastaj atëherë filloi Partia Demokratike. Partia Demokratike filloi një 6 muaj me vonesë. Jo, 6 muaj, një vit po një. Në vitin një vit? Është vërtet që Partia Socialiste ka pasur një lidhje me diasporën, kryesisht me diasporën Greqi dhe jo struktura edhe fushatën tani. Po jo, struktura tani fillon një vit me vonesë. Jo 6 muaj, 6 muaj. Që Rama iku në Athinë hyri shumë e vonesë. Si sot një vit Rama ka qenë në Athinë. Si sot një vit Rama hapi fushatën këtu. E kuptoj shpëtimin. Ndërsa PD-ja filloi me shumë vonesë. Më kupton? Sepse ishte punë e vulës. A me Luzim Bashën ose me Sali Berishën. Kjo e ngadalsoi punën e PD-s. So ka folur edhe me këta, kryetarët e dekëve të PD-s tu. Po. Më kupton shpëtimin? Dhe çfarë kanë thënë? Edhe këta unë kam dashur të investoj, më thoshin prit të kemi të qartë. Më kupton, pra, këta e filluan luftën ose fushatën, filluan me 3-4 muaj vonesë. Po edhe argument tjetër doktorit tani për 12 majin, që ne nuk morëm shumë vota në diasporë sepse na vonoi Rama Vulën edhe na pengoi Rama me Lulin edhe nuk patëm kohë të organizohemi se kishim paqartësi strukturat. Drejtësia u në vend. Më bëri pyetëm sa përgjigje. Jo, i sa në rregull ti. Jo, ai tha në mënyrë të përmbledhur atë që the ti, nuk tha diçka që të kundërshtoj, se zakonisht Flogerti kundërshton, nuk ose ke kështu. Nuk përtoi, po nuk ishte rast. Në këtë rast ai përmblodhi atë që ti the. Kjo është e vërteta. Gjithsesi ka një trashëgimi se shpëtimi sigurisht që i di më mirë sepse jeton atje kështu me radhë, po eksperjenca ime personale e bazuar mbi udhtim atje, por e referuar dhe me 2013-ën, Partia Socialiste Land, viti kur Partia Socialiste ka ngritur struktura shumë të forta jashtë vendit, ka qenë viti 2013. Dhe unë kam patur rastin të shkoj në këto fshatrat, nuk i mbaj mend emrat, në Meteora shpëtim, fshati poshtë Meteoras, dhe më bëri përshtypje, sepse kur unë po kaloja rrugës aty, ngriheshe muzika në fund e barit, muzikë shqip.
Dhe të nesër më bën një gardh ata mua. Ishin një 40 burra që po na ndoshin duhet i përshëndet. Ka kaluar 40% ora 6. 6 e çerek. Po pra, ora 6 ka kaluar 40%. Si është? Më falë se ndërpreva. Po poshtë është më. Pra pullet është. Si është tash, po ora 5 dhe ora 7 pritej kjo, do kishte ndryshim sepse ishte dreka e Po jo, pyetja ime është tani nga ora 6 deri në orën 7 në këtë një orë. Shkon 7:30, sepse Po çdo jemi të njëri që është Siko, përqindja në Shqipëri, se po ndori, përqindja në Shqipëri për mendimin tim është mesatari i Bashkimit Evropian. Aq mesatari. Jo, përqindja në Shqipëri, ndjesë përqindja në Shqipëri, po ta marrësh me rezidentët, ne jemi mbi 75% ore. Po ta marrësh me rezidentët, se bëhet herë 2 ajo. Ne jemi 80% në fakt. Po problemi është që me 3.7 milion që ka lista, jemi shumë poshtë. Ka një mos rakordim. Pra, s'është kjo historia. Për ta mbyllur këtë Greqisë me që ishim te dhe ajo që më bëri përshtypje ishte që unë takova disa zotrinj atje, pra në një fshat të Greqisë, jo në Athinën, Selanikë, më se thash, dhe ata thonin që 2-3 prej tyre ishin pjesë të strukturave të Partisë Socialiste të ngritura në 2013 nga Partia Socialiste. Ka qenë atëherë Erion Veliaj, Genco Kodheli, ata kanë qenë për diasporën, për emigrantët. E kam fjalën që strukturat e socialistëve kanë të paktën 12 vjet që funksionojnë atje dhe ata funksiononin siç funksionon një strukturë partie këtu. Dhe unë i pyeta, thash, po Partia Demokratike ka deg këtu? Po? Jo, thënë ata, nuk ka. Se shqiptarët ishin komunitet që rrinin bashkë atje, pra nuk kishin mlef apo ndasi apo nga këto. Më fal, lajmi fundit është që ja, më fal vetëm një sekond që është marrë në hetim Flamunoka. Për atë ngjarjen. Po, për ngjarjen, për atë kërcënimi që e komentove ti Flogert. Policia nis procedim ndaj Flamunokës. Ajo që do të rri zvar. Specialistët për hetimin e krimit ekonomik dhe financiar në drejtorinë vendore të Policisë Tiranës pas komunikimit me prokurorinë e feruar materialet në prokurori kur nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin FN Flamunoka me detyrë sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike për veprën penale kanosje dhe dhunimi ndaj pjesëmarrësve në zgjedhje. Policia sqaron se procedimi ka nisur pas kallëzimeve të bëra nga shtetasit XA, MD, se deputeti ka penguar dhe ka kanosur për të ushtruar drejtën e votimit. Po hanë e burg kot. Një koment Floget. Është zbatim ligji më, s'ka koment fare, domethënë po ajo mesazhi që i jepet e thash edhe më herët, është mesazhi dëshpërues. Pra njerëzit e dëshpëruar bëjnë veprime dëshpëruara që tregojnë që shiko, do të kërkoj një të përcjellë me patjetër. Shpëtim, nuk e di, ke diçka për të përmbyllur, sepse jemi në fund në bisedën me ty? Edhe 1 minutë. Po, Floget. Po. Benka e Partisë Socialiste është krijuar në qershor të vitit 2006. Themelet i ka hedhur në 94, no? Pa dini këtë. Pra, PS-ja ka një histori të gjatë në migracion. Pra të fshatin e humbur ku isha unë, se atje ku je ti patjetër. Në rregull. Do të them diçka. Është era parë që media greke këtu po mbajnë një qendrim serioz për votimet në Shqipëri. Mbaj sa kanë parë. Po na marrin seriozisht po thua? Po, marrin seriozisht, domethënë duke marrë të dhënat nga ne, nga korrespondentët e tyre, kanë dhënë gjëra tamam as jo ato që kemi ka parë, ato lajmet e zeza, ke parasysh? Qartë. Po mbajnë një qendrim korrekt. Media në Greqi po mbajnë këtë radhë një qendrim korrekt. Për momentin që po flas. Edhe kjo është meritë e saj. Për momentin që po flasë, është era parë që media greke mban një qendrim serioz në zgjedhjen në Shqipëri. As më pak, as më shumë, as e zbardh, as e ndrik. Shpëtim, të falenderoj shumë për bisedën. Emision të mbarë, vëlla, dhe urime, inshallah fitojmë i miri, ma çfarë themi. Jo, për ty e kuptova unë se këtë do të fitosh ti, po problemi është se nuk e di ma ke votuar, pa. Të përshëndes, falenderit. Studio. Po, Flogert.